Për këtë qytet dhe imagjinë e tij kanë shkruar shumë poet dhe shkrimtar, por asgjë nuk është e ngjashme me bisedën e çdodite që Lazgush Poradeci dhe Metrush Kuteli bëjnë në breg të liçenit të Horit. Njëri gëzon rrezës së diellit në mëngjes kur përthyet mbi liçen, e tjetri bekon diellin ku shkon të flerë përtej malit në perëndim. Ky qytet palcërisht shqiptar, siç thot Lazgushi i Madh, i futur në gjirin e maleve si truri në kafkën e njeriut, është i bukur jo vetëm prej natyre, por është edhe një qytet i lashtë e me tradita të hershme kulturore. Pogradeci, qyteti i luleve, i verës, i peshkut të rrallë Koranit që nuk gjendet në asnjë vend tjetër, qyteti ku ëndrat bëhen realitet. E për këtë, me siguri, organizatorët e Balkan Film and Food Festival e kanë përzgjedhur për ta bërë këtë qytet, çdo fillim shtatori tashmë për 4 vitesh, një skenë artistike dhe ekran të madh ku projektohen filma dhe shkëmbehen njohuri dhe shije. Pasi keni vizatuar hartën e gjithë skutave të Shqipërisë, keni vendosur të merreni me një hartë tjetër që është pikërisht me një kombinim filma, ushqim, të vëmë në hartën e turizmit një qytet i cili e meriton në fakt të jetë në këtë hartë siç është Pogradeci. Ti mirë e the këtë konceptin e hartës, sepse në fakt në thelbin e saj jashtë pjesës artistike është një hartë miqësie më shumë. Pra njerëz që udhtojnë, që vinë nga të gjitha anët të Pogradec, një qytet që siç e the edhe vetë është për nga natyra, për nga njerëzit, për nga tradita, për nga emrat që ka, është shumë i lidhur me kulturën. Kështu, si pa e kuptu, kemi arrit në edicionin e 4, bashkë me Enën dhe me Gertën. Nuk është e thjeshtë të bësh një festival që nuk është në qendër, nuk është brenda bulevardit të Tiranës. Është dashur shumë mund, po fatmirësisht në ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit kemi pasur dhe mbështetje të instancave shtetërore. Është hera parë që instancave shtetërore kujtuan për këtë festival, që dikur e qunin si një punë private. Kështu kemi pas mbështetjen e Ministrisë Kulturës, Agjencisë Kombëtare të Turizmit, madje ka ndërhyrë edhe vetë Ministria e Mbrojtjes me çadra për rinine, me ndihmë logjistike. Një nga çuditë ka qenë gatishmëria e RTS-s me ndihmu këtë festival. Dikur as që nga shkote mendja që një institucion si Radio Televizioni Shqiptar na duke shumë i largët, shumë i paarritshëm. Në këtë edicion është një nga sponsorët kryesorë. Me qindra të ftuar e kanë pushtuar ëmbël qytetin, duke i dhënë jetë në këtë fund sezoni. Regjisor, aktor dhe producent nga gjithë Ballkani, të tjerë miq të çmuar nga Tirana, janë bashkuar kësaj feste të filmit dhe shijimit të asaj çka kemi të përbashkët dhe çka kemi të veçantë një popull. Por ne gjetëm kineman plot, e në fakt nuk po shfaqej një film, por një nga mjeshtrat e kulinarisë në Shqipëri, turk me nënshtetësi, por me një shipe të kulluar, Ahmet Dursun po na mësonte të mos ndjeheshim inferior në recetat shqiptare, por thjesht t'i rizbulonim ato nga pluri i harresës. Kinemaja bashkuar me ushqimin, si shkojnë këto dy ingredient bashk në një pjatë si Pogradeci? Mendoj se shkojnë mirë, mendoj se është një përpjekje e parë kjo, dhe në vitet e në vazhdim, si që ka krijuar tashmë traditën, sepse është viti i 4, jam i bindur se do jetë akoma më e dukshme. Gastroturizmi është në vend të parë arsyeja që njerëzit shkojnë nga një vend në një vend tjetër. A mund të na thoni, na përmendi një recetë të harruar shqiptare dhe a mendoni se vitet e fundit ka një vetëdijsi më të madh të shqiptarëve lidhur me kuzhinën dhe ato çka konsumojnë? Atëherë, në Shqipëri ka një inferioritet theksuar kulturor. Kjo është evidente dhe çdo gjë mendohet sikur është huazuar nga të tjerët. Shqipëria natyrisht që ka gatime të hershme, kur mendon se ke mira vite në këtë truall, me çfarë kanë ngrënë, para turqëve çfarë kanë ngrënë, para Bizantit çfarë kanë ngrënë, në kohën e ilirëve çfarë është ngrënë. Gjithçka çfarë ka mbi tokë edhe nën tokë është ngrënë. Mjalti është ngrënë bashkë me gështenjat, shega është ngrënë, dhe një nga gatimet, me qenë se po më pyet specifikisht çfarë gatimi, është mishi i gatuar me gështenja, me mjalt edhe me hithra.
Pasi janë shfaqur disa filma të shkurtër, është radha e një dokumentari që ka shkaktuar jo pak provokim. Në fakt e nis që në titull Skandal, i pritur mjaft mirë nga kritika në festivalin e Sarajevës, e që edicioni i 4 i Balkan Film and Food Festival në Pogradec i dha çmimin e dokumentarit më të mirë, pikërisht për forcën provokuese dhe aftësinë për të folur për një temë tabu. Por si ka qenë rruga e këtij dokumentari ku vjet në fokus jeta dhe aktivizmi i komunitetit gay në Shqipëri, na rrëfejnë dy regjisorët, Elton Baxhaku dhe Eriona Çami. Është paktën një vit e gjysmë që ne të njihnin komunitetin, ata të fitonin besimin te ne, të kishte një lloj marrëdhënie midis nesh, marrëdhënie besimi sidomos. Dhe pastaj plus për neve duhet ishte edhe një rrugtim që duhet ta bënim, për shkak se në çdo dokumentar, po themi të mirë që do të bësh, duhet ta njohësh subjektin tënd. Duhet ta njohësh deri në fund edhe të kuptosh edhe mos biesh pre, qoftë edhe e paragjykimeve që edhe ne mund të kishim, po qoftë edhe që të kuptonim më mirë, të kuptonim më thellë, çdo të thotë ti je i diskriminuar, çdo të thotë të përshtohesh nga shkolla, të marrësh, çdo të thotë të kesh guximin që dalësh me fytyrë, dalësh në rrugë dhe të pranosh që unë jam gay apo jam lesbike. Aktivizmi nuk ka filluar vetëm me lëvizjet LGBT që sot shfaqen, pra ajo që neve në Shqipëri themi që LGBT-t janë një komunitet i cili nuk kanë ekzistuar dhe tashmë kemi 5 vite u shfaqen. Kështu që kemi zgjedhur që në fillim të tregojmë ato historitë e pa treguara ndonjëherë. Kështu që vështirësia ka filluar që në fillim, sepse në fillim të historisë dokumentarit, sepse që në fillim neve nuk kemi asnjë lloj arkive, asnjë lloj deklarate nga anëtarët e komunitetit, ndonse kemi njerëz të cilët rrëfejnë historitë e këtyre njerëzve, të cilët kanë hasur çdo ditë më shumë diskriminim dhe që mos ekzistenca e tyre i ka detyruar ata që të mos reagojnë dhe mos dalin publikisht. Ndër shumë regjisor, Ilian Iliev nga Bullgaria, që merr pjesë me filmin Running Life, ka një koncept për kineman shumë të ngjashme me ato perëndimore. Mbi të gjitha, ai e vë theksin tek skenari. Mënyra si shkruhet ai është shumë thelbësore dhe teksa ka studiuar dhe punuar për disa vite me radhë si Dr. Script në Shtetet Bashkuara të Amerikës, na rrëfen se ç'mund të bëhet për t'i dhënë jetë kinemas së gjithë Ballkanit. It's a very different type of cinema, the Balkan cinema. Ballkani është një kinema shumë ndryshme me ata amerikane e nuk po flas këtu për kineman hollywoodiane, pasi ajo është diçka krejt tjetër. Problematika që unë shoh sipas opinionit tim, se për dikë tjetër mund të mos jetë fare një problem, te kinemaja e Ballkanit është struktura. Ajo ose mungon fare ose është shumë e dobët. Ballkani fokusohet shumë tek ana emocionale apo tek historia, ndonjëherë duke harruar apo lënë pas dore strukturën. Besoj se për të patur një kinema që evidentohet, duhet fuqizuar shkrimi i skenareve më tepër. Por një festival është edhe një vend për të takuar miq të vjetër e për të njohur të rinj. E kështu është rasti i aktorit Nikola Lambro, i cili vjen në këtë festival me një produksion filmik grek. Si u bën të ndjeni gjithë kjo atmosfera mes shumë kinasve, mes shumë aktorëve? Nostalgjik apo ka edhe një lloj shprese për të ardhmen e kinemas? Shpresa është ajo që vdes e fundit themi ne. Natyrisht që ka shpresë, se pastaj ne duhet të diskutonim më tej. Unë kam shpresë që kinemaja e jonë, nuk do thoja kinemaja shqiptare, po është e jona, do të gjejë rrugën e vetë. Ka një pengesë të vogël, natyrisht është ajo momentit tranzicioni, pavarësisht se kanë kaluar 20 vjet, po ky tranzicion ekonomik. Edhe tranzicion mendësor. Ata që drejtojnë dhe që administrojnë duhet mendojnë më shumë për kineman. Ndërsa projeksionet e filmave i lën vendi njëri tjetrit, një ditë më pas gjithë grupi ndërmerr një udhëtim për në Vidhkuq të Korçës. Si mund ta bëjmë Shqipërinë një produkt më të shitshëm? Sigurisht, duke e njohur vetë më mirë. Pikërisht këtë kanë patur si qëllim edhe organizatorët e festivalit Balkan Food and Film Festival, i cili po organizohet në Pogradec këto ditë. Pas meje, ndodhet një manastir i kushtuar Shën Pjetrit dhe i përket viteve 1760. Mrekullit po të hysh brenda janë aq tunduese sa është pak e vështirë të dalësh prej aty. Në Kish mrekullit nuk kanë të sosur. Atë Dimitër Prifti na rrëfen historinë dhe legjendat e saj. E ndërtuar në vitin 1764 nga mjeshtrit vidhkuqar, kjo kish kushtuar Shën Pjetrit, me gjithë dëmtimet, ofron ende histori të çmuara dhe legjenda që të bëjnë ta mendosh më mirë raportin me historinë e kombit tënd.
Ndërsa fresket të vëllezërve zoografi në qëndrojnë mbi kokë si kurore bukur e një epoke të ndryshme të këtyre visteve. Kjo është kishë e shkatëruar në vitin 1943, është bombarduar nga italianët dhe është djegur pjesë e manastirit dhe ka mbetur vetëm pjesa e kishës. Kurse manastiri rreth e rrotull ka patur rreth 40 dhoma, që ka qenë shumë i madh dhe i bie nga gojdenat që i vente ishte nga më të mëdhenj në Ballkan. Ka patur një ikonostas të një cilësie jashtëzakonisht shumë të lartë, i punuar rreth viteve 1774. Ai sot ndodhet në Muzeun Kombëtar, po nuk është i reklamuar. Është marrë për restaurim, po duhet të kthehet, nuk është kthyer më. Ai ka qenë i gjithë i gëdhendur dhe i larë në ar. Ka kushtuar aq me llogarinë e asaj kohe sa të ndërtoshin 3 fshatra. Tek mrekullohesh me historitë e prifte të zonës, nuk mund të mos kthehesh pas kur Vithkuqe dhe zona përreth banoheshin nga të paktën 15.000 banor, e sot mezi mund t'i numërosh 180 të tillë. Vetëm një statistik e tillë të bën të reflektosh mbi potencialin që ka patur kjo zonë dhe se si resurset e së shkuarës mund të përdoren për të rikthyer në mos shkëlqimin e dikurshëm së paku disa banor apo turist më tepër, që sigurisht nuk do të mund të mos pësonin, ma gjepse ndajrën e pastër që të fal natyra në Vithkuq. Nuk i shpëtuan këtij tundimi as shumë mysafirë të festivalit. Regjizori nga Turqia, Ilker Shaglamer, shprehti i habitur nga gjithë kjo histori që ka gjetur këtu. First impression is a beautiful country, especially when we were. Përshtypja e parë është se është një vend i mrekullueshëm. Rrugës për këtu, nga Pogradeci dhe Korça, ndaluam në 2 vende shumë të bukura, si një liçen ku realisht magjia të prekte, pasi janë lokacione perfekte për të zhjuar filma. Pastaj njerëzit janë shumë mikpritës, shpesh jam ndjer më i mikpritur këtu sesa në Turqi. Tundimit ndoshta për të shkruar mbi këtë cep të harruar, por kaq të magjishëm, nuk i shpëtoi dot as skenaristja dhe shkrimtarja Vera Bekteshi. Fresket brenda ishin të mahnitshëm, vetë planimetria e kishës ishte me jashtëzakonshme dhe të vëllezërve zografi që në fresket. Ndërsa ikonat, siç dëgjuam, ishin kopje origjinale të ruhen në Muzeun e Korçës. Po dihet që të gjitha këto vende e kultit ngrihen në majat për të dominuar, edhe për të bërë dhe atë sakrificën. Po që një pjesë e Shqipërisë që se njohim dhe që duhet shfrytzuar për ta parë njerëzit, po për ta parë dhe turistët. Ndërsa aktori nga Kosova, Çun Lajçi, pranë këmbanores së kishës, na rrëfen për një këmban tjetër që duhet të bjerë më e fortë për të gjithë politikanët, dhe është këmbana e artit. Ka një këmbana aty si për jush? Në Shqipëri janë shumë këmbana, ose në botën shqiptare janë shumë këmbana që bjen, po sipas jush, në këmbvështrimin e një artisti, sigurisht, cila është këmbana më e fortë që bie për Shqipërinë e për artin përgjithësisht? Nuk ka megjithatë fjalë dhe nuk ka megjithatë këmban më të fortë sa fjala artistike. Do të më besoni. Dhe nuk e them këtë nga ajo se ne jemi artistë dhe tash me çdo kush duhet dëgjohet fjala e artistit. Asesi. Por kudo që kemi shkuar në për atë botën tonë ish jugoslave, nuk kemi dëgjuar tjetër pos emrit Bekim Fehmiut. Janë mundu me Mahmud Bakalle, me Fadil Hoxhe, me ekstra e tjerë politikaj, por asa i ka shku zani. Bekim Fehmiut si ka shku as këmbas Shen Pjetit, as Shen Palit, as të Hoxhës, as të Sultan Muratit. Po du me thonë se neve na bjen ta livdrojmë vetë vetën, por nuk e lavdrojmë vetë vetën, por t'jeni të bindur që ne e tregojmë një të vërtet që arti bën çudinë vetë. Pse ne nuk jemi ata që i rrim prapa këtij arti, të cilin edhe pse ishte, kthehem përsëri pak jo për shkak të nostalgjisë, edhe pse ishte komunizëm, edhe pse ishte enverizëm, edhe pse ishte titizëm, por megjithatë arti në kohën e vet, dhe në kohën e tyre dhe artisti ka pas një vërtetësi dhe ka pas një mbështetje financiare. Sot gjitha këto i kemi në një mënyrë i përdorim për gjithçka, por aty ku duhet dhe ku duhet shkoj fjala artistike, edhe fjala e kësaj këmbane këtu, që është e fortë për rritët tona fetare. Por nuk është megjithatë më e fortë dhe nuk dëgjohet zani i saj asa dëgjohet zani
i artit përmes filmit. Zbritja për në qytet duket e ngadalt pasi ke prekur këto mrekulli që të bëjnë të reflektosh mbi të shkuarën dhe potencialet e së ardhmes për këto zona kaq të bukura si fshatrat e Korçës apo për magjinë e dritës në brigjet që lag Ohri. Kështu një festival i nisur me droj dhe modesti, siç është festivali i filmit dhe kulinarisë, me pak vullnet, vizion dhe mbështetje, mund të shndërrohet në një gur të rëndësishëm për ta kthyer Vogradecin dhe zonat përreth në destinacion të turistëve, jo vetëm të huaj, por edhe vendas. Në edicionin e 4 të festivalit të vetëm në vendin tonë që kombinon kulturën ballkanike të kulinarisë me kinematografinë dhe filmin, konkuruan këtë vit mbi 70 filma nga Serbia, Kroacia, Maqedonia, Kosova, Malizi, Rumania, Bosnia dhe Hercegovina, Greqia, Shqipëria, Bullgaria e të tjerë. Vogradeci është qyteti ku natyra nuk ka kursyer asgjë. E kështu është vështirë të largohesh pa marrë me vete dashurinë dhe mallin për t'u rikthyer përsëri.